مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Gjitha falënderimet, gjitha lavdatat I qofshin dhe I takojnë vetëm të madhit Allah, krijuesi ton absolut, krijuesi të gjithësisë. Salavatet tona, selamet tona në këtë ditë të bekuar, nga ky vend I bekuar, në këto momente të bekuara të gjithë së bashku ja dërgojmë më të dashurit ton, më të dashurit të Allahu Gjelle Gjelaluhu, Zotriu të gjithë pejgamberve, Zotriu të gjithë njerëzisë, Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe për të gjithë ata besimtarë të cilët e kanë ndjekë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj jete. Besimtarë të ndershëm, motra të ndershme, mirë se keni ardhur në këtë xhami të bekuar, në këtë qendër të bekuar. Ju falenderoj përzemërsisht nga zemra kryesin e qendrës në krye me imamin tuaj. Ju falenderoj juve nga zemra, vim nga Katari për mi kalu disa momente të bukura rreth librit të Allahu Gjelle Gjelaluhu, rreth Kur'anit dhe për me I vizitu vlezërit tanë këtu në këto troje evropiane dhe mu gajlue për dertet e tyre, për problemet e tyre, për sfidat e tyre, që ata ballafaqohen në këto vende. Allahu ju nderoft, Allahu ju shpërbleft më të mirat e tij. O jam mirënjohës që për spari herë po shihemi dhe për spari herë vi në këto troje. Sot ju kom zgjedh për juve disa këshilla nga zemra e Kur'anit. Pasi që jemi edhe në drejtim të profesionalizmit, mufesir, komentator të Kur'anit dhe shkencat kuranore, dhe po I ligjërojmë këto landet në universitetet Katarit, e Arabisë Saudite, në Malezisë, e Brunejit, e vende ndryshme, e pashtë arsyeshme që ka të bëjë me jetën tonë aktuale, e sidomos edhe me jetën tuaj këtu, në këto troje perëndimore, jenë disa kaptina apo sura kuranore që ata në mënyrë direkte kanë të bëjnë me shoqërinë tonë, kanë të bëjnë me moralin tonë, kanë të bëjnë këto kaptina me besimin tonë. Allahu Gjelle Gjelaluhu këtë Koran, o vëllezër të ndershëm, e ka bërë shërim për njerëzit, për njerëzimin në përgjithësi. Shërim nga ideologjitë ndryshme, të gabuara, shërim nga besimet e çoroditura, shërim për sistemet njerëzore të çoroditura, sistemet bashkohore që çpikin njerëzia, po ndonjëherë ja qellojnë, ndonjëherë edhe nuk ja qellojnë. Po Kur'ani, fjala Allahu Gjelle Gjelaluhu, është I shpallën pit madhit Zot brenda 23 viteve mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam. Ka qenë periudha Mekase 13 vite, pastaj periudha Medinase në Medinë 10 vite. Për 23 vite o kompletua zbritja e Kur'anit. Normal në këto vite, këto dy periudha, për me rregullu një shoqëri, për me nxjerr nga teri I mosbesimit, nga teri I shirkut, nga teri I udhëtarisë, nga teri I krimeve të ndryshme,
nga teri i amoralitetit, nga teri i vllavrasjes, nga teri i mosdashurisë, nga teri i çoroditjeve njerëzore, familjare, sociale, nga teri i korrupsionit, po financiar. Kurani u desh një kohë, sa është vështirë për me rregullu një shoqëri e mishërohet gjitha këto problemet për një herë. Prandaj, periudha Mekase 13 vite, i madhi Zot e ka udhëzuar Muhammedin alayhi salatu wassalam që ki kujdes o i dërguari im, mos i ngarko popujt e Mekës, njerëzit e Mekës, po me obligimet shumëta. Përqendro vetëm në besim, përqendro vetëm në tauhid, në besimin e pastër në Allahun xhelle xhelaluhu. Mos kërkon nga ata me njëherë me shku në gjihad me luftu ose s'jen gjendje, se kanë besimin. Mos kërkon nga ata me agjeru Ramazan, se nuk jenë gjendje me kuptue këtë obligim nga i madhi Zot. Mos kërkon nga ata me njëherë mund ndërprej nga alkoholi. Këta gjane njerë vënoj, ma vonë i diskuton, ma vonë i predikon, a në fillim pastrohet besimin e popullit. Në fillim luftoje idhujtarin, në fillim luftoje do të thot shirkun, edhe kështu ka vazhdu i dashtu një jonë Muhammedi alayhi salatu wassalam, po për 13 vite duke thirë në këtë parim shumë pika të shkurtëra dhe populli i Mekës fillojnë me besua. Torturat vazhdojnë, zullumi vazhdojnë, mbytjet vazhdojnë, masakrat vazhdojnë, bojkotimet ekonomike, bojkotimet sociale, po financiarën kanë bëu edhe në atë kohë Mekë kundër muslimanëve, si lloj presioni që të ndalet Muhamedi alayhis salam nga kjo rrugë e shenjtë. Po i dashtuni ynë, lideri i ynë shpirtëror, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk u ndal. Dhe vazhdoi derisa u mbyllën gjitha rrugët. Erdhi koha me lënë Mekën, erdhi koha për me migrua, edhe me shku më një vend tjetër, po ku mundën me praktikua fjalën e Zotit, besimin e tyre të lirë. I urdhroi Allahu që disa të shkojnë në Medinë, migrimin e fundit, para Medinës ju tha atje në Etiopi, kaloni detin prej Gjiddes, kaloni detin e Kuq, dilni në Abisini, atje është i mbret krishter, po është shumë i drejtë. Shifni, punën e dhe me thonë të azilimit, apo të azilantave, apo të migrimit, me shku me kërku, paqe dhe rahati, me një vend tjetër, ju tha i dashtu në ynë Muhammed a.s. kaloni në Abisini. Dhe disa shkun në Abisini të mbreti në Gjashi, ishte krishter, po ishte shumë i drejtë. Kishte sistemet sociale të drejta para 1400 viteve, që sot shumica sistemeve në botën arabe nuk i kanë këto sistemet ndaj të hujve. Ndërsa në atë kohë, këto sistemet i ka pas mbreti Abisinis, i cili ka qenë krishter, dhe i ka strehua muslimanët. Disa shkun atje, disa ardhën në Medinë, kur ardhën në Medinë, po atër erdhi obligimi i ri nga Zoti, ku do të flasim edhe sot, zbriti kjo sureja e cila quhet Suratul Hujurat. Është mirë me lexuar ku shkoni në shtëpia me familjet tuaja. I ka 18 ajete, po është krejt altan, krejt ari, krejt këshilla që kemi nevojë shumë në për jetën tonë. Kur erdhi në Medinë i dashur i ynë, atë shoqëria e Medinës ke shoqëri e përzier. Aty pat çifut, aty pat krishter, aty pat arab pagan, aty pat do thot që kishin ardhur pi Yemenit ensar, aty pat muhaxhirin që kanë ardhur prej Mekës, aty do thot ishte shumë ishte një përzierje madhe sociale. Aty u desht me vendos themelet e shoqërisë së shëndosh. Themelet, bazat dhe parimet e shoqërisë së shëndosh, edhe zbriti kjo sura, ku Allahu i drejtohet Muhammedit alayhi salatu wassalam dhe na drejtohet neve, që dhe i shëron këto problemet tona që i kemi këtu në Perëndim. Ja ju alladhina amanu, o ju besimtar, pasi që i keni besuar me dëshirën tuaj dhe keni besuar në këtë mision të Muhammedit alayhi salatu wassalam, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih.
Mos u ngutni ju me dal para të dërguarit të Allahut me mendime tuaja. Mos u mundoni ju me i dhon mendime, opsione të dërguarit të Allahut, se i dërguari i Allahut është i zgjedhur i Perëndis, ai ka sistemin dhe Allahu është atë të dirigjue, të i shpall për çdo ditë urdhra dhe ligje të reja. Prandaj jeni kujdesshëm, sepse ndonjëherë arabët, beduinët, ata që i vishin nga fshatrat, popujt e ndryshëm aty, pak nuk ishin të sjellshëm dhe të kujdesshëm pranë Resulullahit. Dikush prej tyre ngrit kezanin, dikush prej tyre jep ke mendimin e tij, dikush prej tyre nuk e respektoi ke sa duhet, e erdhi kjo sure El Hujurat, ja o të reke vrejtën, kini kujdes. Mos shpejtoni para Allahut dhe para pejgamberit, wattaqullah, ta keni frikën e Allahut, se Allahu po semiun alim, është ka dëgjon çdo gjë dhe është fort mirë i informuar për gjendjen tuaj. Mos u ngutni, çdo gjë i dashur i Allahut do të përgjigjet për problemet tuaja dhe do ta rregullon këtë shoqëri të posalindur, po shoqëri e pastër e besimit që e kalon idhujtarin, e kalon jo besimin, e kalon paganizmin, e kalon krishterizmin, e kalon hebreizmin. Këtë shoqëri tani do ta edukon i madhi Zot. Edhe ishte ky ajeti i parë. Pastaj Allahu xhaleshano po vazhdon në këtë ajet. Apo doni ju me qenë burrat mirë, apo doni me ditë çka është devotshmëria, a dëshironi ta dini se çka është po kulmi i devotshmërisë që Allahu e ka për dëshirë, o ju të cilët keni besu, la tarfa'u aswatakum 'inda rasulillah, mos e ngritni zërin në praninë e pejgamberit. Keni kujdes, sepse ata të cilët e ulin zërin para Resulullahit dhe tregon të kujdesshëm, zemrat e tyre jenë me të vërtet zemra të devotshme. Ata ja kanë kuptuar lezetin dhe kajmakin e besimit. Në këtë kontekst, kanë thënë dietarët dhe komentatorët e Kuranit, nuk bën mungut para dietarëve, nuk bën mungut para ulemave, nuk bën mungut dhe mu tregua ti filozof apo i mençur para njerëzve profesional të cilët jenë të thirrur për me e predikua fjalën e Allahut xhelle xhelaluhu. Me të vërtet Resulullahi ka vdek, ka shkuar te Allahu, mirë po trashëgimtarët e Resulullahit jenë ulemaja, jenë dietarët. El ulema warathatul anbiya, dietarët janë trashëgimtarët e pejgamberëve. E pejgambert nuk ka lënë pasuri që na ta trashëgojmë, po kanë lënë dituri, kanë lënë ilm. Prandaj këto është edhe këshill për neve në ato gjëra që nuk jeti i informuar mirë për islamin, për rregullat e fesë islame, halal, haram, gjëna, ty kjo sure e bereqeqme El Hujurat të ndalon ti me filozofua dhe me dhon mendime tua se nuk je i thirrur. Ti të kesh kujdes. Pse? Po vazhdon Allahu duke thënë: Innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa. Ata të cilët jenë të kujdesshëm pranë Resulullahit, ata janë të sinqert, ata janë të devotshëm dhe ata i dëshiron dhe i ka Allahu ja u lartëson shkallët e tyre në xhennet. Po. Pastaj po vazhdon kjo sure e bekuar: O ju të cilët keni besuar, po mos e ngritni zënën kur vini në shtëpizat apo në shtëpitë të Resulullahit me pyet diçka. I dashur në ynë në Medinë i ka pas disa shtëpiza, kasollat vogla, ku ka i pas edhe familjet e veta, i ka pas gratë e tia, pastaj ka ardhur nga populli, fshatrat, edhe ka ngrit përsëri zërin. Po, Allahu përsëri i ka qortuar: kini kujdes, mos e ngritni zërin. Ngritja e zërit është një gjest apo një vepër e urrëtur edhe sot asaj ditën e shumë në vendet të botës dhe në shumë shoqëri të ndryshme të botës. Sidomos që na kemi studiu në Malizi dhe kemi legjëruar atje dhe në Brunei 10 vite më tepër, ai popull shumë e ul zërin kur bisedon dhe kur komunikon me dikë tjetër. Pse? Sepse ngritja e zërit nuk është gjest i mirë, sepse këtu në xhungull kafshë tjera, krijesa tjera i ngrisin zërin. Në njeriu nuk bën me ngrit zanin. Çështu kur kam qenë edhe në Japoni për konferenca akademike atje, ishte çështu një popull i cili fliste me zë tult, jo me bozhurm dhe jo me pengu dikujt tjetër. Këto etika koranore para 1400 viteve, dikush i ka pranuar prej shoqërive perëndimore aziatike,
ndërsa na shqiptarët edhe arab pak kemi problem. Më falni edhin, pak e kemi tonin e nalë zanit, pak nuk jemi të edukuar mirë me fol, ashtu me zën të ullet, nuk ka nevoj me ngrit zërin pa nevoj, sidomos në pranin e djetarve, në pranin e prinderve, në pranin e qeveritarve, në pranin e të moshuarve, po duhet të jemi të kujdesshëm. E këto etika, ky kodi etik i Suratul Hujurat ka të bëj shumë me neve. Pastaj vazhdon kodi tjetër, se si me rujt shoqërinë dhe se si të përforcohen ata mes tyre, i madhi Zot po thot: ja ju alladhina amanu, o ju besimtar, kini kujdes, tash populli, shoqëria e re fillojnë me lajme, me dezinformata. Nëse ndëgjoni ndonjë lajm jo të mirë konfirmuar, jo të vërtetuar, kini kujdes, mos e përhapni atë lajm, mos përhapni informacione të gabuara, sepse ndoshta më vonë pendoheni, etiketoni dikën që ai është i pafajshëm. Prandaj, sot çka po bëjnë në mjetet e komunikimit dhe në rrjetet sociale, lajme të ndryshme, me njëherë na forward, përcjellë, jemi bë postier, do të thot edhe gjynaqar, pa kuptu këtë lajm mirë, pa e verifiku origjinën e këtij lajmit, po me njëherë pja përcjellë të tjerëve. Kjo nuk bën kështu. Këtë Kurani e ka ndaluar, sepse duhet të jemi të kujdesshëm, ta kristalizojmë informacionin, ta vërtetojmë mirë, dhe sa është e vërtet, atëherë do thot marrim hapa dhe marrim masa preventive, e lajmërojmë popullin, e lajmërojmë xhamatin, e lajmërojmë shoqërinë, e lajmërojmë studentët e kështu me radhë. Do thot keni kujdes nga dezinformatat, sepse dezinformatat luajnë rol të madh në shkatrimin e shoqërisë. Me dezinformata, me gënjeshtra, me rana, sot një popull edhe mundët mu prish mu armiqësua me zveti. Besoj që jeni dëshmitar të kësaj kohë se çka bëjnë dezinformatat. Po vazhdon ajeti pastaj më fort në Suratul Hujurat të kodi etik, kodi do thot etik edhe social, se si na duhet të përqendrohemi ta krijojmë një shoqëri të shëndoshtë të fortë, po i madhi Zotit wa'lamu anna fikum rasulallah. Të keni kujdesshëm, mesin e juj është edukatori më i mirë, i dërguar e Allahut. Law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum. Me bëajmi ju ndëgju juve dhe mendimet tuaja, ju kishit shumë për të hekur dhe për të pasur probleme. Po ai nuk ju ndëgjon juve, ata e dirigjon i madhi Zot, e dirigjon Allahu xhelle xhelalu, prandaj duhet ta ndjekni të dërguar dhe mësuesin tuaj. Pastaj po vazhdon kodi etik në Suratul Hujurat, ku Allahu xhaleshanu se si me ruajtur shoqërinë. Nëse ndodh ndonjëherë shoqëria dikush vjen në mospajtim, besa dhe e ngren, do të thot luftë i shpallën njëra tjetrës, njëra palë i shpall luftë palës tjetër. Mosmarrveshje, po kacafytje, mospajtime. Çka është obligimi i shoqërisë? Obligimi i shoqërisë sipas kodit kuranor duhet më quë ata me i ndaluan nga kjo kacafytje, nga kjo luftë, nga kjo mosmarrveshje. Pse? Sepse nuk bën do thot na tërim neutral. Duhet ti si person, si musliman, me pas rolin ton pozitiv. Ti me ndikue. Profesor në universitet je, intelektual, po nuk bën me thonë për një çështje shumë serioze, one jemi pa mbarën as ande as këndej. Jo as ande as këndej. Ti duhesh si ajo banesa që e ka kulmin dhe shtyllat e veta, ti duhesh me qenë i ditur për mendimet e tua. Nuk bën me qenë hipokrit. Me fjalë tjera nuk bën me qenë munafik. Me fjalë tjera nuk bën me kap shtagën 50-50 në mes, ka të hanon, po ana interesi politik e financiar, unë me këtë parti apo me këtë parti. Fjala e drejtë, qortimi, këshilla e drejtë, duhet të flitet do të thotë në emër të Allahut dhe për hir të Allahut xhelle xhelaluhu. Kështu na mëson Suratul Hujurat, kjo kapitull me 18 ajete, e cila është zbritur në Medinë Munawwara. Pastaj vazhdon kjo kapitull se si me përforcu shoqërinë tonë, dashurinë tonë, në mesin tonë, edhe këtu në Perëndim, po edhe në Arabi i kemi këto problemet aktuale. Çka janë ato problemet aktuale? Po Allahu xhelle xhelaluhu thot, po innamal mu'minuna ikhwa, besimtarët janë vëllezër, fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Kini kujdes, ruajini vëllezërinë tuaj, mos bëni shkaktar për me thyje vëllezërinë tuaj për çështje sekondare, për çështje personale,
po duhet të ruhet vllazëria islame. Ky kodi etik moral në suratul Hujurat shumë na kushton rëndësi vllazërisë tonë që ta ruajmë vllazërinë tonë ashtu si duhet. Pse ja Allah, pse po vazhdon kodi të suratul Hujurat, ja ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Mos tallet një popull për një popull tjetër. Një shoqëri mos tallet me një shoqëri tjetër. As mashkujt, as femrat, as burrat, as gratë. Pse ja Allah? Asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'. Asa an yakunna khayran minhun. As gratë nuk mund të përqeshin palën tjetër. Se ndoshta pala tjetër, ju çka i po i përqeshni ata, janë më të mirë te Zoti se sa na çka po i përbuzim apo po i përqeshim ata. Prandaj, secili do ta shikon gjendjen e tij personale, ta kontrollon gjuhën e tij personale, ta kontrollon sjelljen e tij personale, moralin e tij personal dhe mos t'i etiketoj të tjerët se janë vija të kuqe, janë të ndaluara rrepsisht se bën shkaktar këto etiketime me t'i hub krejt sevapet. Krejt shpërblimet me t'i hub, fillimi i suratul Hujurat kështu na mëson neve. Pastaj po vazhdon ajetit suratul Hujurat me rujt etikën vllazërore, po wala tanabazu bil alqab. Mos i ndiqni njëri tjetrit llakape mbi emra. Unë e kam emrin për shembull Hasan, Hajrudin. Mos më thirr me një emër i cili më ofendon dhe më ul dhe prek në moralin tim dhe në personalitetin tim dhe në dignitetin tim. Prandaj keni kujdes. Thirrni njerëzit, shokët, shoqet, fëmijët tuaj me emrat më të bukur. Ku je o trimi jem, ku je o sultani jem, ku je o i dashuri jem, ku je o i bia ime, ku je o i shtrenjta ime, si për mashkullin, ashtu edhe për femrën, si për burrin ndaj gruas me thirr me emra të mira, çashtu edhe gruaja me thirr burrin e saj me emra të bukura që ka qef burri. Pse? Këto emra do thot japin motivim, japin dashuri. Këto emra do thot mbjellin akoma më shumë sinqeritet dhe vllazëri dhe na bëjnë më të afër dhe më të sinqert ndaj njëri tjetrit. E shoqëria Medinës fillim ka qenë përzier e kanë filluar populli me etiketon njëri tjetrin. Allahu qysh para 1400 viteve, po i ka ndaluar këto përbuzime, këto ofendime, këto do të thirrje që e njollosin, e ulin dignitetin e njeriut. E sot në këto shoqëri perëndimore, në perëndim, po edhe në Arabi, e kanë botani edhe me ligj abuzime do të personale, bullizime, me fjalë tjera çka pe përdoren në për shkolla fëmijëve, do një fëmijë është pak i shëndosh, të tjerë tallen me të, po do një vajzë është pak me shëndet, vajza tjera tallen me këtë. Kjo është vepër ndaluar dhe urrëtër. Këtë kod kuranor, këtë moral kuranor o vëllezër të ndershëm, mos harroni, në suratul Hujurat duhet ta përhapim edhe publikun ton, ta publikojmë dhe ta printojmë edhe në xhami kodi etik kuranor për ruajtjen e shoqërisë. Shumë kemi nevojë për njëri tjetrin. Shumë kemi nevojë na të përforcojmë njëri tjetrin, prandaj duhet të ecim sipas direktivave kuranore që i Madhi Zot na ka kriju dhe e din se mu çka më bën hajër, çka më bën mirë. E din. Ela ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. A nuk din ai i cili ka kriju çdo gjë për neve çka duhet? Padyshim se din. I Madhi Zot xhella xhelaluhu. Vëllezër të ndershëm, shkaku i kohës dhe punës tuaj, e do ta vazhdojmë kodin etik tani në hutbë me kapitinin tjetër. Ju falenderoj përzemërsisht për kohën tuaj, për respektin tuaj, për ndëgjimin tuaj dhe i lutem Allahu xhaleshanu me zemra të sinqerta, më na fal gabimet tona, më na fal gabimet e prindërve tan, mësuesve tan, problemet familjare që i kemi. O Allah, nxjerrna nga këto kriza. Të gjithë prej nesh kanë probleme të ndryshme. I lutet Madhit Zot në këtë vend të bereqetshëm që Allah më ndihmo gjithëve, juve dhe neve, dhe mbar besimtarëve të botës që ballafaqohen me këto kriza. Walhamdulillahi rabbil alamin. خير الخلق